Rikthehemi. Ja, ku jemi. Na duhet patjetër një segafredo. Na duhet një segafredo që për momentin le të themi të mbledhim pak zemrën se do shkojmë në Santorini. Edhe më vjen keq që do shkojmë vetëm virtualisht. Disa herë për të shkuar nga njëti person, por që nuk e kemi konkretizuar akoma. Niko Topuzzi, mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të kemi. Edhe këtë herë jo për tërmete dhe jo për përmbytje, por për të folur për ty. Niko, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, një përshëndetje nga Santorini. Kënaqësi, faleminderit shumë. Ju uroj të jeni gjithë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe gjithmonë kënaqësi kur flasim për shqiptar që përpos çdo ndoshta momenti të vështirë në jetën e tyre kanë arritur që t'ja dalin. Një ndër rastet je edhe ti. Faleminderit kënaqësia ime që mund të dëgjojmë gjithë Shqipërinë. Presoj të ndihmoj sa të mundem me çik njerëzit që trojnë përpara. Kur e more vendimin, sa vjeç ke qenë për të larguar nga Dibra drejt Greqisë edhe në kushte shumë të vështira? Shqive tani mund dëgjot imagjinare se të flasim vitën 92, që kur unë largova nga Shqipëria me vërtet to ka qenë shumë e vështirë. Ishte një mendim që shqive ka momente që ti s'mendon shumë gjëra, por vetëm do të largohesh, bën pikër. Po. Edhe për shkak të kushteve të vështira të familjes? Absolutisht, se ne jetonim fshat dhe gjërat ishin shumë të vërtet shumë komplikuara. Bërkësit pa para. Dhe vjen momenti që ti s'ke rrugë tjetër. Po, zgjedh emigrimin. Absolutisht. Edhe zgjodha Greqinë sepse ishte vendi më i afër dhe më i thjeshtë që mund t'ike sepse ti mund t'ike duke në kam në përmale, kupton? Po, njësi zgjodhe dhe ti, ndoshta ishte mënyra pra. Absolutisht. Ke pasur ndonjë peripeci në momentin që je nisur për në Greqi, Niko, se dihet që si gjithë shqiptarët kanë pasur shumë vështirësi në atë moment që kanë marrë përsipër për të bërë rrugën. Shumë vështirësi sepse unë jam larguar nga Shqipëria mbi 10 herë dhe më ka kthyer policia, me po gjithmonë kam të duar të ikja se më mirë të vuaja këtej sa andej, sepse në momentin që ti s'ke qa bërë. Tu ka qenë vështirë që t'jemi realist, fillimet ka qenë shumë vështira, por pastaj me kalimin e kohës gjërat u normalizuan. Po? Duke punuar, vështirësitë ka qenë t'jashtëzakonshme, por shive ti kur nga mbrapa është më keq, atëherë jeti t'jua që të shohësh përpara. Pavarësisht vuajtjeve, pra, po thua, do doje shumë që ta rinisje në një vend që ishte i huaj, por që t'jepte më shumë